ta shpjegoj se çka ndodhi me datën 4, 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998. Pas luftës së Likoshanit, forcat serbe ishin përqendruar më tepër rreth fshatit Prekaz dhe fshatit Llaush. Me datën 4 mars, policia serbe së bashku me kryekriminali Ilija Trajković dhe 5 policë tjerë kishin dalë në kodrën e fshatit Llaush që lidhet me Skanderaj për të vrojtuar më mirë fshatin Llaush. Ne bashkëluftëtarët e Adem Jasharit morëm vesh nga bashkëtarët se në kodrën e fshatit Llaush ka dalë Ilija Trajkovići dhe 5 policë tjerë. Unë së bashku me Recep Selimin dhe me disa të tjerë dalëm në kodrën e fshatit Llaush për të pa më afër se cilat pozicione i kanë shiqu policia serbe. Me datën 4 mars, në mbrëmje, Adem Jashari ka shku për të vizituar të plagosurit në fshatin Tic, të cilët ishin plagosur në luftën e Likoshanit dhe Qeritit. Të plagosur kanë qenë Sabit Geci, Mus Jashari dhe Sabit Ladrovci. Me që aty kishte shkuar për të vizituar të plagosurit edhe Osman Geci, me Hetem Gecin, Rustem Gecin dhe Afrim Gecin, kur ishin taku aty, si pas informatave që mi ka dhonë Afrim Geci, kur ishin taku aty, Adem Jashari i kishte thonë Dajos apo vjeson të në Prekaz. Edhe po një pash i kishte thonë Ademi dhe me Ademin Osmani ka shku në Prekaz që dhe më thonë me datën 4 mars, dikun mas mesnate. Në mëngjes me datën 5 mars, forcat serbe ishin nisur nga Mitrovica dhe Shani Geci kishte një numër telefonin me numër 82303. Shanin e kishte thirrë në telefon Reç Geci nga Shqipoli, i cili kishte shtëpi në Shqipol dhe ai për çdo eventualitet e thirrte Shani Geci në telefon për të treguar se mos rastisht po nisen forca serbe nga Mitrovica. Reça i thot Shanis se forcat mëdha ushtarake dhe policore janë nisur në drejtim të Skanderajit. Gjithashtu edhe nga fshati Iglin, Enver Mësuesi e thret Shani Gecin dhe i thët forcat serbe janë të ardhur në drejtim të Skanderajit. Nga Skanderaj, Gjafer Babaiqi e thret në mëngjes dikon rreth orës 5 Shani Gecin dhe i thët se forcat serbe komsori janë ngjitur kodrës së Skanderajit që lidhet me fshatin Llaush dhe i kanë do, sigurisht i kishin pas do pozicionet më herët se ne. Me snajper, ndërsa rreth orës 5:10 edhe njëherë e thrasin Shanin dhe i thonë fshatin Llaush përrëthohet. Në atë moment Shania e thret me telefon Adem Jasharin dhe i thët që fshati Llaush është duke rrëthu. Ademi thët unë po vi me ju ndihmu. Në ato momente prapë thrasin Shani Gecin nga Skanderaj dhe i thonë se forcat serbe me numër të madh me tanksa dhe me topa janë duke rrethuar fshatin Prekaz. Shani Geci e thret në telefon Adem Jasharin dhe i thot nuk ka të rrethu Llaush apo po rrethohet Prekazi nipash. Adem Jashari thot Shanis për hajna kohë lufta o daj. Këto ishin fjalët e fundit të Adem Jasharit që kishte folur në telefon me Shani Gecin. Shani Geci në atë moment shtin në ajër 3 herë për të alarmuar lagjen Geci, Reci dhe Vojvoda që ne të zonë pozicionet tona. Fshati Llaush është geografikisht me 2 kodra, dhe thot është kodra nga Mali dhe Viqit, kodra Syles dhe kodra Skanderajit. Faktikisht janë 3 kodra. Ne si ushtar fillum të dalim në kodrën e Recve. Para neve, Miftar Reci dhe Nuhi Geci kishin tentuar të dalin të ngjiten të lart përqusi në kodrën e Skanderajit, por Miftar Reci ishte plagosur dhe i cili ton natën ka derdhur gjak dhe nuk ka mujtë të shpëtej plagëve dhe në natën në mes 5-6 marsit kanë rrujet. Tërë kohën janë mundu të ndihmojnë Miftar Recit edhe gruaja e Miftarit, vllai i Miftarit dhe vllai jon Haxhi Geci, por pa sukses. Dhe në atë mëngjes, vllai jon Bacilil, Halili, e kishte që vetë kishte blerë një snajper me 10 copa fishek, e kishte marrë në dorë dhe ne shkum
në shtëpinë e Ajet Gecit, sepse snajperët nuk na loshin vend nga kundra e Skenderajt. Kur shkum aty Bacilil tha, pe këtu s'po më shumë e pa kur gjë. Tha unë po dal pe Molit Deviqit, edhe dole pe Molit Deviqit. Pe Molit Deviqit që i bjen ka Cerepania, ka ajo pjesa e fabrikës e vjetër që i bjen mbi Spahe, aty Bacilili kishte pa policinë serbe, forcat serbe, duke u parkuar me autobus, me kamioneta në rrugën Skenderaj-Drenas, dhe aty ku i thojmë na të Qymyri, forcat serbe zbritsin nga autobusi si sta Bacilil dhe nga kamionat dhe asoj një farkodre që është aty i bashkangjitin për me rrethu Prekazin. Ai aty kishte gjuhë me snajper dhe si duket edhe kishte vrarë një ose dy serb, kështu lajmëruan në mbrëmje mjetet e informimit serb dhe erdh prap Bacilil, na dolëm prej shtëpisë së Ajet Gecit, dolëm në pjesën e Molit Deviqit për të pa se çfarë po ndodh në Prekaz, sepse filluan gjujtjet me topa, krizmat ishin shumë mëdha, ne më herët nuk kishim ndëgju krizma trona si tani që ndëgjonim topa, minahesa, praga, do të thotë për çdo lloj armatimi ata shtinin në drejtim të lagjës së jashareve. Bacilil u kthy, ne kishim në pozicionin e Molit Deviqit një pushko mitralet për të cilin ishte Rahim Hoxha, edhe duke fol me Jetullah Gecin, i tha komandant, apo na jep, tha që pushko mitralet, se vallahi me qiton mu shumë me bo diçka, se me tjera armë nuk kish kjo me bo, veç me afru nga atë. Këtë fishek ishin 307 copa, pushko mitraleti i kishte, edhe për me mendu që forcat serbe që ne kemi shumë pushko mitralet të tjerë, Bacilil se bashku me Smajl Vojvodën dhe Dritan Vojvodën kanë shku të Ramadan Vojvoda dhe e kanë morë një kerë edhe një kali, e kanë lidh pushko mitraletin për podi të kanatave, edhe erdhen të Molit Deviqit atje, bashkë me mu, Besim Dajaku, edhe Dritan Vojvoda, e morëm pej Bajraku, që është një pjesë në Molin Deviqit, dukeshin ato kamionat, autobusat që ishin dalë në rrugën që shkon prej Skenderajt për Drenas, deri të lisat e zonit që i thojmë na. Aty, unë dhe Bacilil i kem gjujt njëherë me dorafalët shkurta me ka 10-15 copa dhe unë me një snajper. Bacilil më tha, e që ti tha shty ma nej, tha, se përvrahemi dët, tha shma mire më vrah dët, se s'kem ma kushkojnë. Me gjithë dhatë, ne e morëm kerën edhe kalin dhe janë ndrum pozicionin, e qitëm një pozicion ma nej, dhe prap kemi shti në drejtim të Prekazit, dhe thët, ato në atë dit, i kemi hargju dikun janë 160 copa fishek, të ati pushko mitralezi, edhe një 80 copa fishek të snajperën. Si pas mjetëve të informimit serb, aty janë vrarë 4 pëllet serb atë dit nga pjesa Laushës dhe janë plagos 3 të tjerë. Ne kemi pos kaq fuqi të bojmë me datën 5, me datën 6, Bacilil është qu heret në ora 5 dhe ka dalë gjithmonë me atë snajperit që e keshëm në lagjën e Spaheve dhe aty nga lagja e Spaheve dukeshin forcat serbe ku kishin to pozicionin në kodrën e Spaheve. Për çdo ditë, edhe me datën 7, edhe me datën 8, Bacilil dhe thët për çdo ditë u qunë me mëngjes dhe ka një orë a dy një vend pa lujtur fare duke u mundu që të kornaj sukses kundër forcave serbe. Fuqia jonë ka qenë dëpë, ne nuk ishëm armatim, krejt fshati Laush i kishte 35 ose 36 Kalashnikov, 3 murtaja dore, 150, 2 500 me 4 preda që i bjen 12 preda, do më thonë gjithë arsenali armatimit që kanë qenë edhe disa lavash, kanë e pushkem 48, do më thonë këtë armatimi jonë ka qenë kë. Nuk kemi pas fuqi më të madhe,
në Kosovë atëherë nuk ka qenë këtu as Hashim Thaçi, as Kadri Veseli, do të thonë kanë qenë Vitërës në Gjermani, Samil Ushtaku ka qenë në Gjermani, Musa Shari ka qenë këtu, i plagosur, Sajt Jashari ka qenë në Suedi, që kanë ardhur, domethënë rastit të Jasharëve kanë ardhur këtu. Këtu ka qenë Recep Selimi, por në fshatin Llausha ditë nuk u konë Recep Selimi, ata kanë në fshatin Aqarev, edhe në fshatin Vojnik, sepse mendoj që edhe nga Klina mund vinë forca serbe në Skënderaj, por nuk kanë ardhur. Forcat serbe e kishin ardhur deri në fshatin Broj, i kishin rrethu disa lagje të fshatit Broj aty, dhe disa ditë kanë qëndru në fshatin Broj. Do thotë, ne sa kemi pas fuqi të qëndrojmë, u konë kjo fuqia jonë, nuk kemi pas armatim, dhe të gjithë kalashnikovët që i kemi pas, i kanë pas me ka 2 karikator 50 deri në gjadhat fishek, dhe mundësia jonë për të rezistuar ka qenë shumë e vogël. Atë ditë në Tit ka qenë edhe komandant Remi, së bashku me Rahman Ramën, dhe ata, si duket mas 2 dite, kanë dalur e kanë kapërcy rrugën që lidhet, që shkon Pejt Renasi në Skënderaj, dhe kanë shku në Vushtërije, pe Vushtërije, kanë shku në Podvijev. Do thotë, krejt që ka ndodhur nga prizmi që ne kemi pa nga Moli Deviqit, kur forcat serbe shtinin me topa, me tanksa, do thotë, ne kemi qenë, vija aerore ka qenë dikun në 1500 metra dhe nuk kemi mujt me vrejt ma shumë për pas kur topat godesnin shtëpiat që ngjitej tymi deri mbi re. Do thotë, pushka mitraillezat dhe armët e rënda nuk janë nalë pej datës 5-6 deri me datën 7 mars, nuk janë dalë kur. Dhe kjo ka qenë e tëra ajo që ne kemi mujt ta vrejt nga fshati Llaush.